Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, tetorit roz, Drejtoria e Shërbimit dhe Kujdesit Social në Bashkinë Devol zhvilloi një aktivitet sensibilizues në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë Eduard Duro. Ky aktivitet kishte për qëllim të përcjellte mesazhin se përballja me këtë sëmundje kërkon bashkim, mbështetje dhe dashuri mes grave. Drejtoresha e Shërbimit dhe Kujdesit Social, Zerina Sinani, u shpreh se ky është tashmë një aktivitet i kthyer në traditë, që synon jo vetëm simbolikën e ngjyrës roz, por edhe forcimin e ndërgjegjësimit, për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe mbështetjes ndaj grave që po përballen me kancerin e gjirit. Ky është një aktivitet që jo vetëm të vishemi roz, është një aktivitet ndërgjegjësues, është një aktivitet kur të gjithë ne duhet bëhemi bashkë për t'i dhënë zë, për t'i dhënë forcë dhe për ta mbështetur njëra tjetrën. Është një aktivitet ku më shumë se kurrë merr kuptim fjala të mbështesim njëra tjetrën dhe t'i japim kurajo atyre vajzave që tashmë këto ditë janë duke përballur me ditët më të vështira të jetës së tyre, një luftë me kancerin e gjirit. Një moment prekës i aktivitetit ishte rrëfimi i Eriketa Xhemos, një gruaje që ka fituar betejën me kancerin e gjirit pas një përballje të gjatë me sëmundjen. Ajo ndau përvojën e saj si shembull frymëzimi për gjitha gratë që kalojnë të njëjtën sfidë, duke theksuar rëndësinë e guximit, diagnostikimit e hershëm dhe solidaritetit. Nga ato që kam kaluar para 16 viteve këtë sëmundje kaq, mund të them, agresive, kam bërë një luftë shumë të madhe me veten time, unë jam ajo që kam fituar jetën sot. Uroj që çdo grua që ta kap që në hershmëri duhet të mbështetet në 3 shtylla, që duhet të ketë ndërgjegjësimi, sensibilizimi edhe diagnostikimi me mamografi që në hershmëri, që të kemi një guxim, të mbështetim njëra tjetrën, të jemi të bashkuara më shumë se kurrë. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe nxënës shkollës Fuad Babani, të cilët me pankarta dhe mesazhe sensibilizuese përsollën frymën e mbështetjes dhe kujdesit ndaj grave. Nestila Berberi dhe Ester Çuko, pjesë e kësaj nisme, theksuan se çdo grua që përballet me sëmundjen nuk është vetëm se mbështetja e shoqërisë është thelbësore për t'i dhënë forcë në këtë rrugtim. Duam t'i themi çdo gruaje se nuk janë vetëm dhe se lufta e tyre është dhe lufta jonë. Ne nxënësit kemi sjellë pankarta dhe kemi krijuar mesazhe të ndryshme për nënat që po përballen me luftën e kancerit të gjirit. Në fund të aktivitetit, pjesëmarrësit u bashkuan në një moment simbolik për të kujtuar rëndësinë e dashurisë, kujdesit dhe ndërgjegjësimit, me mesazhin se jeta e çdo gruaje vlen dhe duhet mbrojtur me çdo kusht.